Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, tensioni u ngrit në nivele të larta kur Alba vendosi të përballej me Dinin për një situatë që e kishte shqetësuar prej kohësh. Ajo ul para tij, me sy që shpreheshin seriozitet dhe vendosmëri, dhe nuk e fshehu asnjë ndjenjë. Dolce më ka ofenduar rënd disa herë, tha ajo me një ton të qartë dhe të prerë. Nuk ishte thjesht një ankesë e vogël, ishte një reflektim i asaj që ndodhte prapa kamerave dhe i dhimbjes që ndjente Alba për komentet dhe sjelljet që ajo i perceptonte si të padrejta. Dini, i befasuar nga mënyra e hapur dhe serioze e Albanës, reagoi menjëherë. "Çfarë të ka thënë?" pyeti ai, duke tentuar të kuptonte natyrën e situatës dhe duke kërkuar të marrë një pasqyrë të qartë të asaj që ndodhte. Por Alba nuk pranoi të futet në detaje të përsëritura të fjalëve dhe veprimeve që e kishin lënduar. "Nuk dua të përsëris ofendimet e saj," tha ajo, duke bërë të qartë se nuk donte të ushqente tensionin me rikthime dhe diskutime të panevojshme. Përplasja mes tyre nuk ishte vetëm një debat individual. Ajo reflektonte presionin dhe dinamikat e brendshme të shtëpisë, ku çdo fjalë, çdo gjest dhe çdo situatë e regjistruar mund të interpretohet dhe përdoret në mënyra të ndryshme. Alba e theksoi këtë me një shprehje të qartë: "Ikni, jeni të regjistruar 24/7." Kjo nuk ishte thjesht një kujtesë për kamerat, ishte një mënyrë për të treguar se çdo veprim dhe çdo reagim brenda shtëpisë nuk mund të fshihet dhe ka pasoja të menjëhershme mbi marrëdhëniet dhe perceptimet mes banorëve. Dini, duke u përballur me sinqeritetin dhe vendosmërinë e Albanës, kuptoi rëndësinë e situatës. Nuk ishte një debat i thjeshtë, ishte një moment ku transparenca dhe ndershmëria kishin rol kryesor. Ai e kuptoi se të mos merreshi seriozisht me shqetësimet e banorëve mund të çonte në tensione më të mëdha dhe të ndikonte mbi marrëdhëniet brenda shtëpisë. Banorët e tjerë ndiqnin situatën me kujdes. Disa ndjenin shqetësim për mënyrën se si tensioni po rritej, disa ish